Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit, siç e thash, kemi një ndikim shumë pozitiv sepse dielli do të jetë në kënd pozitiv me Uranin që është i vendosur tek shenja juaj. Prandaj dhe kemi një mbështetje të vazhdueshme gjatë gjithë javës në vazhdim, do kemi një mbështetje të vazhdueshme nga dielli, i cili do të thotë edhe shoqëria. Pra, vjen një mbështetje vazhdueshme nga shoqëria. Shkëlqeni më tepër këtu. Ju hapën dyert të cilat deri në këto momente mund t'i keni perceptuar se ishin mbyllur për gjithmonë. Kemi rikthimin e disa mundësive të cilat kishit frikë që të investoni tek ato mundësi, sepse mund të jenë dukur shumë më të mira se për të qenë reale. Ndërkohë që në këto momente kemi rikthimin e të gjitha këtyre mundësive. Por edhe për ju, një lloj siç ishte tek shenja e Dashit, duhet jeni shumë të kujdesshëm të mos bini pre egos tuaj. Kjo sepse drejtuesi juaj, që është Venusi në këto momente, është vendosur tek shenja e Dashit. Dhe kjo e bën vërtet shumë komfort. Doni që të dalë vërtet e juaja në çdo moment, dhe këtë e shprehni edhe në mënyrë shumë agresive në disa raste, në mënyrë se si komunikoni, sidomos kur është në marrëdhënie me persona që e dini që ju kalon, ose ju ja mbajnë, pra, si mund të jenë familjarët tuaj, vëllezërit dhe motrat të shoqëria e ngushtë, por normale që edhe këto janë marrëdhënie që mund të tensionohen nëse teproni, prandaj këshilla ime do të ishte që vërtet jemi më të vëmendshëm në mënyrë se si komunikojmë. Pavarësisht se këta persona mund të mos na keq kuptojnë, edhe këto janë marrëdhënie që mund të sforcojmë nëse i teprojmë. Nga ana tjetër, për shenjën e Demit kemi ndikime vërtet shumë pozitive për sa i përket rritjes në karrierë. Në këto momente jeni vërtet në vrapim me sipër drejt lart, jeni duke ngjitur malin, pra. Dhe mbi të gjitha kemi një mbështetje kolosale edhe nga eksperjenca që keni në jetë, po ashtu edhe nga intuita juaj. Në këto momente, eksperjenca që keni pasur me them deri në këto momente, do t'ju ndihmojë që të i kaloni edhe problemet që mund t'i keni nxjerr vetes deri në këto momente, po ashtu edhe të kaloni probleme që mund t'ju nxjerrin edhe persona, sidomos ata që janë tek vendi juaj punës, pra kolegët tuaj. Për shenjën e Demit, java në vazhdim është vërtet një javë shumë pozitive, pak më tepër që hëna e re do të thotë edhe fillimet të reja. Në përgjithësi këto fillime të reja do të vinë nëpërmjet shoqërisë, dhe mund të kemi edhe fillime të reja përsa përket çështjeve sentimentale, sidomos me persona që i kemi njohur për një kohë të gjatë dhe e dim se kush janë. Është diçka që të vërtet do t'ju këshilloj, edhe pse jemi gjatë retrogradës së Mërkurit, është një periudhë pozitive për të filluar lidhje të reja sentimentale, sidomos duke filluar nga dita e premte e tutje, dhe do të kemi futur në fazën ku mund të marrim vendime më të sakta. Mërkuri në të vërtet do t'jetë i ndaluar, por kemi aftësi vërtet shumë herë më të madha konjektive, pra në këto momente tek shenja e Demit, prandaj dhe mund të marrim vendime të drejta. Faleminderit. Pafshim.